Jemi rikthyer në pjesën e tretë të këtij emisioni, që do të jetë i shkurtër sigurisht në raport me hallet tona këtu, hallet e botës ne diskutojmë më shkurt, baton. Se të botës janë, të botës jo, Kosova nuk është e botës, po i japim një kohë. Apo eliminon Albin Kurti Vjosa Osmanin si pak i vrajshë duket ky titull, mos duhet ndryshe baton apo jo? Jo fare. Nuk është një lloj. Me pikpyetje e brenda. Pikpyetje është në fund. Tani Albin Kurti Abilera fillon tiktet që mos filloj batoni gjithmonë se duket sidomos kur është nga vendi ku është vjen batoni. Konflikt interesi. Ka konflikt interesi. Albin Kurti ka nisur procesin e konsultimit me opozitën për zgjedhjen e presidentit në Kosovë. Zotja Gjiu e kështë shkruajtur në këtu. Nisë nga gjithë e puna për Kosovën, po zotja Abilera i tani çfarë po ndodh. A është ky konsultim real apo thjesht formal? Bën këtë? A ka shanse Vjosa Osmani të rizidhet? Jo, ti mire kështë, zotja Gjiu mund të thoshte më shumë gjëra. Jo, po të ta thot ai, po pasi ta mbarosh ti. Pasi ti pas Gjinishit dhe thot. Shiko, është të vështirë tu është tani që po e eliminon apo jo, mendoj unë. Pse? Sepse Albin Kurti është i detyruar turet në opozitën për të arritur numrin e deputetëve të quorumin për të mbledhur seanca për zgjedhjen e presidentit. Numrin e deputetëve nevojshëm, 80 deputetët. Dhe duke qenë se nuk i ka kjo mazhorancë të deputetëve, është i detyruar turet me gjithë partitë opozitare ta diskutojë atë në partitë opozitare. Nuk mund të dalë me një kandidat publikisht, sepse kjo është të bësh këshillëk të gjitha tyre të cilët duhet të marrin pjesë në seancë. Kështu që nuk mund të thoshë që ne do mbështesim Vjosa Osmanin të bëjë çfarë do opozita, sepse opozita në atë rast do të kishte gjithë të drejtën të mos ta bojkotonte seancën dhe të kishim një krizë për zgjedhjen e presidentit, të shkaktuar për shkak të asaj prepotence që u tregua në pas zgjedhjeve të para që na solli në zgjedhjet e parakoshme. Kështu që mendoj që nuk mund ta them me siguri. Çfarë mund të them me siguri? Që pas suljes ka parti si PDK-ja që e deklaruan hapur që do të marrin pjesë në seancë dhe Kosova nuk është gati për zgjedhjet parakoshme, kështu që do të marrin pjesë, por nuk do të votojnë një kandidat për president që nuk e duan. Dhe mendoj që pas kësaj Albin Kurti i ka duart e lira për të zgjedhur Vjosa Osmanin. Besoj që duke pas parasysh lëvizjet e Vjosa Osmanit në politikën e jashtme sidomos, por edhe në disa momente në politikën e brendshme, rizgjedhja e saj për mua do të ishte një shërbim i madh për vendin. Ju mendoni që do të ishte një shërbim? Mendoj që shërben vendit do të pyes më pas. Se? Jo do të pyes më pas. Se kam pyetje. Po. Por deklarimi që çfarë ka thënë Vjosa Osmani deri tani? Deklarimi paraprakisht që do të jetë Vjosa Osmani patjetër kandidatja, mendoj që i bën dëm qëllimit që kanë për të mbledhur 8 deputet në seancë. Në qoftë se ka një kandidaturë tjetër alternative, siç po përflitet, dhe ai do të zgjedhë atë, kjo pastaj është për të parë nëse Albini po kërkon të marrë votat e parlamentit dhe të mbyll gojën e opozitës, apo po kërkon të jap Kosovës si president sa më të mirë. Por do ta shohim me kalimin e kohës. Vjosa apo Jashari? Se ky është debati, ky është diskutim. Pra, që të thua që Jashari duhet t'ju shpjegosh njerëzve që Albin Kurti ka thirrur se ky shkaku, një kandidat tjetër që vjen nga familja e Jashari. Po pra. Nga familja e erojit, dhe kjo ndoshta është edhe një mënyrë për të futur edhe opozitën në thes. Në siklet, po. Në siklet që për të dalë opozita të mos votoj familjen e Jashari. Kjo është përndërtim në një alancë afatgjatë. Kjo është dilema, është një gjetje e mirë Albinin nëse do luajë këtë skemë, po personalisht dy gjëra do të thoja. Para, familja e Jasharit është familje që ka histori në Kosovë, jo vetëm Kosovë, por gjithë Shqipërinë. Dhe nuk mund të marrësh një nga mbijetuarit tashmë, herojt e mbetur, familjes së Jasharit ta përdorësh politikisht, se ky është përdorim politik. Në një moment tjetër, në një moment më bashkëpunues, me një konsensus më të madh, ishte krejtësisht e natyrshme që të kemi, pse jo, të kemi një familje së Jasharit, se meriton më shumë se çdo shqiptar i Kosovës. Por ama në situatat që je, qëllimi nuk është vlerësosh, mendoj unë. Një të familjes së Jasharit, po të kapësh dhe pushtetin e presidencës. Dhe Kosova nuk ka nevojë për këtë. E para, e dyta, Vjosa Osmani
i jep nder dhe dignitet Kosovës. Një shtet që nuk ka një jetë gjatësi shtetërore të madhe, ka president të femër. Tu pak e dyshimi e femër dhe akord, po të rem... Ja, ta mbaroj. Ne kemi shtet dhe s'kemi pas një president. Ka të bëj shumë. Ka të bëj shumë sepse jeta politike kosovare, në Kosovë, shqiptarët e Kosovës, ka nevojë për ulje tensionesh. Nuk ka nevojë për trima, për gjerdan, se ka mbaruar lufta. Nuk kemi nevojë për plasje ndaje politike. Dhe vërteta është që Vjosa Osmani e ka zbut, aq sa ka mundur të zbus politikën e Kosovës. Ka qenë një element që nuk është atakuar dhe nga opozita, megjithëse është produkti i pushtetit, e vërteta. Tjetër, ka një ndarje dhe ka një goditje dhe nga brenda llojit për Vjosa Osmanin. Pjesa e mbetur e partisë saj, duke filluar nga zonja Gërvalla dhe ajo pjesë që është fraksioni i cilës është bashkangjitur Albin Kurtit, nuk e mbështet. Cila është arsyeja? Kaq shpejt filloi lufta brenda llojit. Për mendimin tim, që mos të ty lej kohë, Vjosa Osmani është një gjetje e jashtëzakonshme, ka qenë një përfaqësuese me shumë dignitet për Kosovën. Nuk dua të rike ke ideja që është... Po jo, po se unë i thashtë Antonit që unë do pyesë se çka ka bërë në Kosovë. Nuk jam ke ideja që është presidenti i Shtetit Bashkuara. Që ke ti po, puna ime tani, edhe Batonit dhe tjetrit. Tani, se doli kjo e nxori me njerë, se ky është nëntanik, po bën si shtatanik në njerë. Po pësa më shaka kjo? Kupton? Ky emri, po ky është debati. Ky emri nuk është se doli sot. Ky emri ka dalë që para një viti. Shkurt të vitit kaluar. Po tani përdoret. Që ishte kriza. Albin Kurti nuk kishte majorancë, edhe diskutoi, do bëj qeveri, do bëj koalicion, si do ta zgjidhë problemin. Gjithë flicim o për zgjedhjet e vjeshtës lokalet, o për zgjedhjet pas një vitit presidentit. Dhe atëherë doli emri i antarit familjes Eshari, thoshte do ta zgjidhë ky me një koalicion dhe pastaj do propozohet emri i antarit familjes Eshari që të gjithë do bien dakord. Kështu që nuk është emër i ri. E re është Rethana në raport... Rethana është e njëjtë, para një viti. Ata mund të shkojnë zgjedhje. Mund shkojnë zgjedhje. Osmani e kemi tashmë edhe pas fotove, takimeve, raporteve që prodhoi Bordi i Paqes. Zoti Baton, unë jam një lloj me këtë idenë e kolegëve që jo për Vjosa Osmanin, se përgjithësi unë për presidentin nuk është se kam në një simpati të madhe për jashtim të doktorit të kur erdhi në fillim. Pastaj humbë dhe atë. Se me kompetenca. Do me thënë, por edhe kjo zgjidhje tani nga familja e Ademi Eshajt, e ke njohur Ademin ti? Po, unë e kam takuar. E kemi takuar këtu, se a i punon të Mehmet Emërllau. Shtyn të letrën, u bëj erojnë të bende këshuara. Dhe bravo i qoftë, zotni burë, nuk ish burë më të mirë. I qetë ka qenë? I qetet gjitha. A shku ka pas... Por ero tani u bëj ero rasisht dhe kjo nuk do thotë që të marrësh tani fisin dhe ta bësh president. Se ti mund të kërkosh ta çelësh dhe president Amerikës, e kupton? Ademi zotni po themë, po prap letrën shtynte aty te Mehmeti. Tani si mendon ti Baton tani si është kjo gjë? Para jo ti, mund ka rënë Baton. Mund të them diçka rrallë, hasi ose me kolegë bisedojmë kaq pastër për Kosovën dhe njohjen për gjërat në Kosovë. Pra arsye se ndonjëherë Shqipëria është vetëm mjaftueshme dhe nuk e përcjell sa duhet, por unë për shembull doja mbyllja debatin me kaq dhe do pajtohesha me juve me gjitha konstatimet. Dhe kjo për mua është një kënaqësi, me të thënë drejtën, kur i ndëgjoj kolegë që kanë njohuri edhe më të mësuar për problemet në Kosovë. Pra arsye se unë jam rrit në Shqipëri dhe në një farë mënyre e di, e njo, por ju që shkoni aq rrallë dhe keni kaq shumë detaje për njohurit atje. Por, pa marrë parasysh se une e kam një qëndrim për Vjosën, parasysh se ka qenë shumë vëdhe. Jo, po të mos e shikojmë me këtë si që e pa gjinisht, tani që Gjinia është përcaktuese. Jo, se thash ato. Ajo ose ben ose s'ben. Jo, po herë zonjët e tani femër. Desha të thonë diçka. Vjosa i ka shërby Albinit, dorën zemër, dhe këtë numër deputetve që e ka sot, e ka për shkak se Vjosa Osmani caktoi datën e 28 dhjetorit, si datë ku erdhën të gjithë për të votuar për vetëvendosjen. Por janë dy momente të cilat unë mendoj që do jenë problematike. Një, që Vjosa me gjithë fillimin armiqësor që ka pas me qeverinë Rama dhe me gjithë fillimin armiqësor që ka pas me bashkinë ndërkombëtare, ajo u bë në një farë mënyrë zari i vetëm
dhe interlokutori i vetëm i Bashkisë Ndërkombëtare dhe i Shqipërisë ose i kësaj qeverie në Kosovë. Ajo është gjithçka që Bashkia Ndërkombëtare dhe Shqipëria në një farë mënyrë e do. Me që je këtu baton, ka zëra që thonë që Albin Kurti kërkon të eliminojë Osmanin si njerit amerikanë dhe votojnë president nga familja që mendon tani ti se. Po, sikur ka këtë që ajo përpikje ta përdor si pikë të forcë të raportin me ndërkombëtar. Ndryshe nga ç'është Albin Kurti është i fuqishëm dhe nuk don ta ndaj pushtetin me Vjosen karshi Bashkisë Ndërkombëtare. Pikë është kjo. Dhe është arsyeja pse dëshiron kjo është arsyeja. Arsyeja dytë janë praktike. Në Davos shkoi dhe nënshkroi atë që quhet Bordi i Paqes, për cilin unë mendoj që Albin Kurti nuk e ka bindjen e plot. Nuk është i bindun që Bordi i Paqes, për arsye se ai ka një qendrim tjetër të majt ndaj çështjeve të cilat. Ajo vajti nga halli shkret tani, gjithë. Jo. Albin Kurti e ndërtoi House of Kosova në Davos. Ajo ja nashkaloi, ai shkreti, kryeministri jonë ka pasur vizitor, s'ka pas as drejt me hyrë në atë pjesën dhe shkoi Vjosa edhe hyri drejt te Trumpi. Megjithatë, fuqia e një njeriu çfarë është Albin Kurti si kryeminist me gjithë ato vota, te anashkalon sikur mos mendohet asgjë. Dhe dyta shkurja në Amerikë, pa shku në parlament. Këto dy momente dhe ndarja e pushtetit me Vjosen, në marrëdhëniet ndërkombëtare, mendoj që atë bën Vjosen e bën të eliminueshme dhe politika ndonjëherë është më e fuqishme, e mbrëmshme, është më e fuqishme se sa ndikimi jashtë. Sa i përket jasharajve, pse Albin Kurti lun me jasharat? E para, nëse vendosni dy kandidat, se ai po lun me dy kandidat, që t'i ketë, domethënë mund t'jetë që njëri prej kandidatëve t'jetë jasharajve, tha profesori që kjo është përdorim klasik politik, se një mit, kur shëndrohet në një gjë të zakonshme, ai metet pastaj zakonshme kur rrëzohet miti. Dhe Albini po don në këtë mënyrë me vedi apo pa vedi me rrëzu mitin e jasharëve, me shëndru në një diçka të zakonshme. Se kur hin në vot dhe kur hin në procese politike të zakonshme, ti vazhdon mos je familja e madhe dhe çfarë ka qenë ose e famshme çfarë ka qenë. Dhe pse është aty? Ai mendon që Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike dhe Aleanca, për shkak të familjes Jasharit, do të qëndrojnë brenda të 10 dhe do ta votojnë atë. Edhe kjo është një rrezik i madh për arsye se ylli unë mendoj që kjo është politik pastaj. Ata nuk dëshirojnë ta vetojnë për arsye se do shndroshin në humz të madh të politikës. Dhe unë kam bindjen që po ashtu siç tha profesori, që kjo përdorim i familjes Jasharit do të jetë rrezikshme që përjetësisht të miti Jasharëve të jetë në normalitet, dhe kjo pastaj do të jetë për historinë tonë pak problematik. Dhe krejt në fund unë mendoj që në një moment caktuar nëse kjo nuk do ndodhë, ai do e përdor Glau Konjufcan si një farë njeriu i cili e ka një lloj kompromisi brenda gjithë partive politike. Por kur po flas te Jasharajt, Albin Kurti e ka një lojë tjetër. Nëse gjitha partitë politike e marrin një qendrim nga jashtë, se ne nuk do të votojmë nëse s'kemi një marrëveshje politike për një president, por për faktin që Albin Kurti vetë pa pyet askën e vendos atë, Albin Kurti ka një qëllim tjetër. Nga këto 57, 58 ose 67 deputet sa pastaj 58 sa i ka tash, do të arrin që ta çoj vendin në zgjedhje duke akuzuar opozitën se ju nuk e keni votuar ose keni qëndruar në sallë dhe nuk e keni votuar. Ne fiton më thellë. Dhe po e bëri këtë, atëherë unë mendoj që LDK-ja dhe AK-ja do ta kenë shumë vështirë këtë betejë publike dhe do humb votë edhe PDK-ja. Dhe kjo parti do ta marrin pastaj numrin e votave ashtu siç e ka Partia Socialiste këtu, siç e ka Partia Vučićit në Serbi dhe VMRO-ja në Maqedoni. Unë mendoj që Albin Kurti do të me kriju veten në një personalitet kryeministër, sikurse e kanë këto 3 vende që janë
fësin të Kosovës. Paka shumë u mundova me sharuni një situatë e cila është ma shumë analitike dhe këtë në fundesha, shikojni kur mbahen zgjedhja e presidentit. Jo se kam dhe 2-3 pyetje unë. Me 5 janar, me 5 mars, ditën kur fillon epopeja e Jasharëve. Dhe nëse ditën kur fillon epopeja e Jasharëve, mbahet edhe zgjedhja e presidentit, dihet për çka mbahet ajo. Dhe kjo Mund t'i djegi 2 seancat e para. Ja, po seancat mundet më majtë brenda ditës. Tri seancat, si zakonisht në Kosovë janë majtë brenda ditës, përveç nëse su zgjedh në një konsenzus. Se nëse janë në seancën e parë 80, edhe 80, seancën e tretit i ka 61, veç vetë e bon atë. Do t'jenë 80 pjesëmarrës. Pjesëmarrës, po. Atëherë, Paka shumë, nuk thash asë një gjë të re nga që thatë ju, por... po raporti i Vjosa Osmanit me Edi Ramën, a mund të jetë edhe raporti me Ramën një arsye pse Osmani mund të digjet? Ndikon. Se Rama e ka ndihmuar në 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit Vjosën, kjo është evidenta. Se ja ka krijuar të gjithë rrugën për takime ndërkombëtare, kjo është evidente. Pastaj, ajo e ka perfekcionu këtë marrëdhënie, mos thëmë se fjala perfekcionim është e madhe, po ajo ka krijuar një farë regulatori të vetë në ndërtimin e këtyre marrëdhënieve. Por dorën zemër, meqense Amerika e konsideron si prodhim të vetin ose produkt vetin shtetin e Kosovës, mos me pas asnjë njeri atje, është turp për një politikë amerikane dhe e mbajti Vjosa Në Osmani. gjithë këtë periudhë, me Albin Kurtin, për amerikanët është ndarë Vjosa Osmani. Kështu që ajo më telefonohet Trumpit, sa herë që të kesh një problem, është bonus. Që shumë madhe. Kjo është ajo që... Bonus shumë i madh për Bonus, po ajo nuk zgjedh nga populli. Po, Pastaj populli kosovar ka zgjedhur Albin Kurtin. Unë Qëndrimin e tij. e kam bënë titull provokativ. Dhe Vjosa ka sondazhe të larta në opinionin publik. Është e vërtet. Po se ka dashur Vjosa Albin thyet Kurti. vetëm nga Jashari, asnjë tjetër, gjithë kanë të vështirë. Më Jashari zgjedhur Do bëjmë një garë. Me hynë e vot të drejt për drejt në Kosovë, Vjosa fiton. Pa problem. Vjosa Ka sondazhe. është një kalkulator e shkëlqyer, Vjosa nuk ka emotivitet në marrëdhënie ndërkombëtare. Ne ka të qarta prioritetet dhe linjat, në sa kam vëre, dhe nuk ka emotivitet. Dhe di që me Shqipërinë duhet këtë marrëdhënie shumë të mira, pavarësisht a e do Ramën apo se pëlqen ajo vetë apo Kurti. Ashtu siç e diqim, administratën amerikane marrëdhëniet duhet të jenë të shkëlqyera. Dhe në qoftë se ne kemi marrë për Kosovën garanci të forta nga administrata amerikane sot disa herë, dhe gjitha kjo është merit e Vjosa Osmani, që ka takuar edhe Rubiun disa herë, edhe në Shtëpinë e Bardhë ka bërë disa takime të cilat janë jo publike, dhe ka marrë nga kjo mbështetje për shumë gjëra. Kështu që mendoj që Vjosa Osmani ka mbajtur edhe qëndrime shumë të mira gjatë krizës së vitit që shkoi, dhe besoj që të mbasësh Vjosa Osmanin për të krijuar më shumë pushtet për vete, ndërkohë që ke një pushtet që të mjaftueshëm si kryeminist. Ta vik janë të gjitha, edhe Besoj pse duket ndryshe. Besoj që është një shenjë shumë e rrezikshme. Është një shenjë jashtëzakonisht shumë e rrezikshme. Unë mendoj që edhe në Parlamentin e Kosovës, në kandidatura e Vjosa Osmanit, mund të gjej vota për te vendosjes dhe për te kësaj aleancë koalicioni qeveritar që është sot. Dhe sigurisht që brenda Guxo, lëvizjes Guxo, ish lëvizjes Guxo, sigurisht që ka tradhti të tilla të cilat për të fituar më shumë pushtet brenda vendosjes shesin ish shefin. Por në qoftë se ne do bëhet një sondazh ose një votim në publik, sigurisht që Vjosa është kandidatja më e mirë dhe eliminimi i saj nga presidente për mua është themelimi i një opozite të fortë nga Albin Kurti. Ai mund të fitojë një pushtet më shumë sot, Po, mbështetësit e... për 4 vite të ardhshme, por do krijojë një opozitë shumë fort nesër. Nuk arrita kuptoj janë. E sakt, po nuk arrit kuptoj një gjë. Edhe mbështetësit e afërt, grupimi që ka patur kjo, Gërvalla për shembull nuk e do. Jo, se do. Nuk e do Osmanin. Këtë Të bilega. Është e brendshme. Zënë Gërvalla nuk e do. shesim shefin e vjetër për të fituar të shefi i ri. Po kjo është pastaj është një goditje dhe unë, cili nga ju, ndoshta batoni tani, është një gjendje më thotë mua, se ju thoni të gjithë flisin me superlativa. Kush? Jo, Si ka qenë presidenca e Vjosa Osmanit, ka qenë presidenca e jashtëzakonshme kështu? me thonë drejtë, ndonjëherë, unë e thash qëndrimet i ka pas
këtë afër vendosjes. Veprimet i ka pas si tilla, por në takime ndërkombëtare, Vjosa na ka prezantuar kogja mirë. Dhe politikisht ka qenë më i qartë. Dhe ka pas qëndrim. Domethënë, në raportet mbrëmshme ka pas qëndrim. Korrigjus pak. Jo, mendoj që nuk ka pas qëndrim unifikues dhe nuk i ka pas rolin e presidentës. Ka anuar bukfalisht dhe në momentet caktuara ka qenë ma shumë se Albini në raport me Veriun, me Serbet, e tjera. Me ashpër ka qenë. Edhe për shkak të deficitit të kalumës, se ka qenë fëmijë dhe fëmijë luftës dhe s'ka pas ndonjë merit. Dhe njerëzit kur s'kan merit në luftë, pastaj e kompenzojnë gjatë pasës dhe bëhen më radikal. Por në takime ndërkombëtare, mos harro, e ka taku Trumpin, e ka taku Rubion, e ka taku Blinkenin, ka taku Biden, dhe është njeri që ka taku disa herë Albright, Clinton, e tjerë, dhe... Është referencë në një farë mënyrë. Është referencë amerikane. Jo evropiane, se evropian me gjitha ato e ka zonë një vend kurti të francezët, të sidomos Gjermanet. Gjermanet është djali i Gjermanve, djali politik i Gjermanve. Pa dyshim. Pa Gjermanet kur s'kisharë në pushtet. Por kjo, forcen amerikane e ka me veti. E tash, Albin Kurti, ose deputetet do të vendosin mes kandidatit e Trumpit nëse mund të qoj kështu, dhe Albin Kurtit, kush ka në zgjedhin, është e thjesht kjo punë. Ndërkohë që zgjedhjet të dyve integron komplementare. Komplementare sepse integron gjithë aspiratët e Kosovës. Nga njëra ke mbyll Europën, nga ana tjetër ke mbyll Shtetet Bashkuara. Domethënë kjo është. Po, unë po ju pyes juve vetë me logjikën politike, me qenë se ky flet me opozitën. Se nëse do ta përkrahte Vjosën, ai do i merrte Vjosa i gjithë 30 në nënshkrime, se te ne... Ky është testi, 30 nënshkrimet është testi. Kush do t'i sjellë 30 nënshkrimet e Vjosës? Edhe opozita, po do i mbledhë Kurtis. Opozita nuk i sjell pa marrëveshje politike. Atëherë s'është fare pas sekondet. Në qoftë se nuk i sjell askush, Kjo do të ishte... I prap, atëherë shkrimet duhet vitë. Okej. Kurtës që Vjosa si politikane nuk merr fund sot në qoftë. Ja, nas një Absolutisht. mënyrë. domethënë Edhe do jetë hakmarrësja më e madhe Albin Kurtit. Pyetja për Albin Kurtin është përse nuk do ta propozojë Vjosa Osmani, cila është arsyeja që ai nuk do ta Ja, propozojë. e tha sot, unë nuk i kam vetëm 65 vota. se s'ka Japi çaj bëna. 80 vota tha unë e propozoj. Kam vota thotë. Tani, a ka interes Kurti, ta themi fare thjesht me dy fjalë, që të zgjedhë një president në afër me të fare. Ka interes. Jo dëshirë se dëshirë ka. Ai don një president çfarë ka Maqedonia, Shqipëria, çfarë ka këtë regjoni. Po ai që nga. Simbolik. Figurativ. Ky që nga i Jashari. Nuk e don me nda pushtetin, thjesht. Ai Ai mund të ai e ka Jashari shumë. E tha Tela që ka një vit e ca që qarkullon. Nuk ajo dihet që ai e ka pas në mendje atë. Ne Jashari për shembull duhet të ngjaj shumë, nuk e kemi parë si portret. E morin ngjaj së shumë me presidentin ton. Ai po hodhi, Duket se eri pa ndeshjen me atë. Eri pa një ndeshje të Shqipërisë në stadium me atë, më duket. Para një viti e gjys. Ja, nuk... Por situata, atëre dakord, Albini po situata, Nuk e bën. themi te dy pyetjet e fundit, situata, çfarë profil presidenti kërkon në aktualisht situata tani? Mirë, Albini përpiqet të kërkoj këtë, do për shembull Bajramin që kemi ne këtu, ose një tjetër. Dhe ai ashtu duan më gjithë këta. Po situata çfarë kërkon, një figurë politike, teknike apo simbolike? Simbolike është kjo zgjidhet për shembull për Jashari, po themi. Simbolike në çka kuptim. Jo, çfarë situate kërkon? Për mua, neve jemi detyruar që në çështje të sigurisë të jemi pro-amerikan. E jemi detyruar, nuk e kemi zgjedhje. Sidomos për Kosovë. Në duke qenë se presidenti përfaqëson pikërisht këtë aspekt, politikën e jashtme dhe sigurinë, më shumë se çdo gjë tjetër, Kosovës i duhet një president që ka këtë marrëdhënie që ka Vjosa Osmani me Shtetet Bashkuara të Amerikës. I duhet këtë. Kështu që mendoj unë. Është mendimi im. I duhet zonja për këto arsye. Po. Pastaj mund të ketë kandidatura të tjera që ta bëjnë njësoj që ne nuk i njohim. Por në qoftë se vihet një kandidaturë në funksion të pushtetit të mëtejshëm, të më të madh të kryeministit, atëherë ne çka kemi bërë? Kemi cunguar Republikën e Kosovës.
Ne kemi hequr një institucion i cili mund të funksiononte më vete dhe kemi Ma bërë dy fjalit të tjere Më lejo ta çoj pak më tej, besoj se mbetemi. Po, se s'kemi shumë kohë. Do me thënë, nuk dua të ripërsëris veten dhe kolegët për vlerësimin për familjen e Sharit, por vlerësoj që ndoshta është dhe momenti që ta themi çik me zë më të lartë se s'ka dhe kohë për ato që gjejmë. Në qoftë se do marri nga familja e Sharit personi që ka një vit që përmend, sigurisht që ai fiton zgjedhjet 100%, sepse do i vënë pozitë shumë vështirë gjithë partitë tjera, por ai ka humbë Kosovën në një farë mënyre. Dhe kjo është ajo që nuk doja ta thoja pak më herët, ka humbë Kosovën, sepse mbyllen e ardhmja e Kosovës varet shumë nga faktorët ndërkombëtar, aty të mbyllen një pjesë e madhe e dyrave të Kosovës për shkak një xhelozie, një dëshirë për të pas gjithë pushtetet që nuk i ketë nevojshme. Nuk të bën as i dëm pushteti i presidentit të Republikës. Kjo është. Prandaj thash fillim të erës, nuk doja që familja e Sharit përdore në këtë situatë dhe ishte keq përdorimi më i poshtër dhe në dëm të Kosovës, fatkeqësisht me herojt më të mëdhenj të Kosovës. Pro, cila? Dy fjalë. Presidenti gjithmonë ka qenë protagonist në Kosovë, duke nisë edhe nga Atifete Jaga, ton llogarit Thaçi, Vjosa Osmani. Kështu një personazh i tillë do i duhej shumë më tepër Kosovës se sa një person nën hije siç kemi ne. Osmani thotë. Po patjetër. Baton dhe ti këtë ide ke themër përpara. Tani një pyetje të fundit ka unë, fare. Mirë themi gjitha këto gjëra ne që nuk lëm gjithë pa thënë. Po, a ka rrezik Kosova të shkojë sërish në zgjedhjet jashtëzakonshme? Ka. Se dështon zgjedhja e presidentit, që ka shanse të ndodhë kjo? Ka shansa, edhe pse do të ishte pa logjikshme, politikisht e pa logjikshme. Do të ishte fatale, po Albin Kurti është gjithashtu politikisht i paparashikueshëm në parashikueshmërinë e vet. Për dikor është e paparashikueshëm, është e mundur. E theni një farë diçka theti që ati ai bëhet më fort në këtë rast. Po, bëhet më fort. Bëhet Se sa voton opozita, ti dhe Ramush Haradinaj ai është aq kokë fortë sa mund ta shfrytëzoj këtë gjë. Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga Alianca. Ramush ka patur pretendim se dikush më tani. Po, nuk i mori votat. Edhe tani është pretendent, edhe tani. Ja, nuk i mori. Edhe tani mund të jetë, por nuk ka Nuk i mori votat Partia Demokratike, Lidha Demokratike, sa i duhen 30 në shkrime, nuk ja dhanë, se megjithatë ajo do të ishte një betejë interesante dhe do t'i fuste të gjithë në deputetët në sallë. Dhe presidenti do zgjidhte. Interesante. Po, do ishte zgjidhje interesante. Kështu, unë konsideroj që Kurti po lun fort politikisht, rrezikshëm fort. Dhe nëse arrin këto, ai realisht e disiplinon dhe qetëson jo opozitën deri në maksimum. E bën gati të pavlefshëm. Domethënë, Por nëse Vjosa nuk zgjidhet, Vjosa do bëj parti politike dhe lista guxo do zhduket do bëhet lista vetëvendosjes definitivisht. Dhe do të kemi një betejë dhe një parti politike me betejën që do ta bëj Vjosa. Nëse nuk e merr lidhën demokratike, nëse nuk kthehet, nëse lidha demokratike e pranon si tillë, ajo do ta merrte dhe do ta bënte edhe pse ka nda për gjysmë, ajo do ta merrte dhe do të bënte betejë. Dhe betejë me Albinin do të ishte betejë e këtyre dyve e një miqësie të armiqësuar maksimalisht. Kaq s'kam më. Pra, forcon opozitën shumë ajo dalja e Vjosës në politikë, mendoj. dalja në politikë direkte, thotë, jo presidente. Po, më e forcon shumë opozitën. Je i sigurt i për të punë tani. Se Po Vjosa, ndryshe ku është atyre. 2 palëzgjedhje e rresht ka marrë mbi 200.000 vota personale. Që s'jam pak. Edhe të LDK-ja, edhe me listën guxo. Para se të bëjë presidente, imagjino. Jemi në fund. Pyetja ishte? A ka rrezik? Pra të kalojt në zgjedhje dhe në Antonio hodhi idenë tani që Vjosa Osmani, nëse kalon në opozitë, bëhet me vlefshme dhe me fortë si duke marrë vota, që ka patur dikur. Në qoftë se mendimi im, dhe këtu nuk e di pse kam krejtësisht ndryshe nga batoni parashikimit. Mendimi im është ky që në qoftë se Kosova shkon në zgjedhje dhe humbet shansin për të zgjedhur presidentin, Albin Kurti nuk forcohet.
sepse nuk është një kandidaturë e cila kontestohet në atë farmase që të forcojë Albin Kurti. Albin Kurti Edhe nëse e propozon dikë prej familjes Qashari. kjo është Po këtë po them, Këto e tham. pra ai me aty do dal. Këto e tham, ai e fiton atë pjesë. Dikë tjetër se propozon. E bëra komentin e asaj. Ja. Aty unë do m'vite keq shumë qofse do përdorej. Të nderuar, s'kemi gjë besoj apo ja. Përfundimisht me thënë Vjosa Osmani më duket një herë do dalë aty, pak a shumë baton se ti i njeh ata. Jo, nuk është mbyll loja, nuk është mbyll loja. Loja Po janë s'po ka disa filluar. Menoj që asnjë Janë tjetër familje- përveç Bekim Jasharit nuk do jetë. Bekimi, çfarë është? Bekimi është Biznesmen apo? tash. Bekim Jashari ka qenë kryetari i Skenderajt. Kryetari i Skënderajt. Po, por në Skenderaj Komunës. po, Skenderaj është bashkia atje, komunë. Bashkia e komunës. Por Skenderaj ka shumë luftar. Dhe në rundin e atëherë ka qenë një konsenzus me zgjedhje. Por kur hynin betejë politike, ai humbi zgjedhjet, edhe pse ishte familja Jashar. Pak a shumë baton, po jo po tani do Dhe zgjidhen a aty. dim pse, se aty doli një figurë e UÇK-s. Dhe kur del një figurë e UÇK-s në Skenderaj, është vështirë që ta fitoj betejën dikush me të. Sa vjeç isha vështisht Bekimi po ti? 40? Bekimi 40, 41. 41. Bekimi Jashari, Bajramin që kemi ne këtu, ngjajnë ndësi emra, e kupton? Edhe kështu. E pranon ai detyrë. E pranon. Ai Bekimi e pranon, po. E pranon thua ti. Dhe mund të jetë Bekim dhe kjo, nuk e di. Kjo është e meritona, detyrë është Në vendin tonë, në botën tonë, kështu dhe kështu kanë filluar shkojnë ngjarjet nderuar të shikus edhe në gjithë botën, ha? Nuk është se bota e ngatruar shumë është tani këto kohë. Unë mendoj që kaq që ishim për mbrëmjen e sotme, thamë, u përpoqim, thoshim gjërat që siç përpiqemi gjithmonë, po se sa thamë unë nuk di tani t'ju them. Ju e dini, e çmoni, vlerësoni. Faleminderit shumë, nderuar kolegë. Takohemi tani ditën e njëjtë. Jemi pas 3 ditësh, jemi përsëri këtu. Natën e mirë.